Selam aleikum. Wa alaikum selam wa rahmatullah. Më ka ardhur një pyetje shumë prekse e dhimbshme, andaj ndoshta me ta parashtru. Pyetja thotë kështu. Selam aleikum, a mund me i bë pyetje hoxhës nëse fëmia ndron një jetë në aksident trafiku, a ka ndjedh dhimbja i fëmijë? Dhe pas vdekjes a ka shku direkt në xhenet? Dhe diçka rreth kësaj ndonjë përgjigje për fëmijët kur vdesin në moshë të vogël. Parashton pyetjen nëna e fëmijës i cili ka vdekur në aksident. Na fillimisht e falenderojmë Allahun e Madhëshëm që në vendimet e tij dhe caktimet e tij ndodhin këto gjërat. Edhe ato që na pëlqejnë, e na kënaqin, edhe ata që nuk na pëlqejnë, e na mërzisin. Lavdet dhe bekimet i adhurimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është modeli jon të gjitha situatat e jetës. Edhe kur kemi të mira, e gëzohemi, edhe kur kemi të këqija, e mërzitemi. Andaj na fillimisht e lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu ta freskon zemrën e kësaj nane me sabër. Edhe këtë dhimbje, këtë mërzi, këtë pikëllim që ka Allahu t'ia shpërblen asaj me të mira në dunjën e ahiret. Aksidenti i fëmisë është i dhëmshëm. Edhe ka pikëllimin e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i vdes djali Ibrahimi, i cili ka qenë i vogël, i kanë dalë lot e synit. E shokët i kanë thonë, ja Rasulullah, dhe ti pa kanë, na mëson neve për sabër, na fol për sabër, e pa kanë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, syri loton dhe zemra mërzitet. Ama kjo gojë nuk e thot asnjë fjalë që i dhon Allahu dhul xhelal. Andaj na themi çdo besimtarit që ndodh një gjë e tillë, thuaj momentin e parë që ndodh, që të vjen lajmi për aksidentin, për vdekjen e fëmisë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu jemi dhe taj do kthehemi. Kush e thot këtë fjali dhe bindet në përmbajtjen, domethënien që ka kjo fjali, Allahu e mblon atë njeri me bekimet e veta, me mëshirën e tij. Dhe kjo është argument se ai njeri është i udhëzuar. Andaj ngushëllimet për zemrat të sinqerta, duke lutur Allahun që t'ia fllatit zemrën me sabër dhe kret. E dyta, besimtari kur i ndodh një aksident, na themi se aksidenti është njëra prej metodave që kur vdes një besimtar, Allahu i jep gradën e shahidit. Sikur se ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kush vdes nga gërmadhat është shahid, kush vdes i përmbytën është shahid, kush vdes i djegun është shahid. E ulemat kanë thonë, sikur se Sheikh Ibn Baz rahimahullahu taala, kush vdes në aksident llogaritet sikur se të ketë vdekur në gërmadha. Kur një mur i vjetër ose një shtëpi e zëndi ka në fundi, e vdes është shahid, ashtu edhe njeriu që vdes nga aksidenti është shahid. Momentin që vdes, a e ndin dhimbjen, a nuk e dim, unë nuk di në një argument fetar që neve na shon këtë situatë. Mirë, po atë që e di, që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është se ai njeriu llogarit shahid te Allahu subhanahu wa taala. Fëmia i besimtarëve, sidomos se ka qenë pa hyrë mbylyk, ai hyn në xhenet zotën ashtu a priori. Se fëmijët e besimtarëve janë banorë të xhenetit. Po nëse plus vdes në aksident, Allahu i jep edhe grada të larta. Grada që jep shahidave, atyre dëshmorëve që luftojnë për ta ngritur fjalën e Allahut xhelal, për ta mbrojtur vatanin e tyre, për ta mbrojtur nderin e tyre, për ta mbrojtur pasurinë e tyre. E s'ka dyshim se kjo vdekje megjithëse ka pikëllimet e veta, i ka urtësitë e veta. E para është kjo domethënë, grada e madhe që i jepet këtij fëmijës në xhenet, në anën tjetër e Allahut është ajo që të ka dhënë. Ta ka dhënë disponim, 1 vjet, 5 vjet, 7 vjet, 10 vjet, edhe ta ka marrë. Më falëndoj Allahun për atë që sa ta ka dhënë. Edhe krahasoj veten me ato që s'kan hiç. Edhe ai si e të kalon jetën. Normalisht edhe lutë Allahun e Madhëshëm që Allahu me ta letu dhimbjen, me ta paksu mërzin, me ta fresku shpirtin, e inshallah taala një ditë edhe na kena me dalë për kësaj bote, inshallah boni bashkë në xhenet atje, prindi me evladin e vet. E gëzoni të mirat e Allahut atje në xhenet, sepse fundi kjo jetë është kalimtare. A jeton 50 vjet, a jeton 70 vjet, a jeton 100 vjet, një ditë ka me përfundu. Ama jeta e ahiretit është e përhershme. Që me kon bashkë atje, ka kuptim shumë më të rëndësishëm, edhe më të madh dhe më të thellë se sa me kon bashkë këto, se këtu një ditë kemi mudo. Ja ti si prit kemi shku përpara, ja ai si fëmijë ka me shku përpara, sikur është rasti tash që ka shku. Ama një ditë keni mundo. Inshallah jeni bashkë në xhenet, Allah i Madhëshëm atë
e bën banor të xhenetit, i jep gradat larta në xhenet, juaj e freskon zemrën me sabër dhe gëret, e inshallah taala ju ruan nga çdo fatkeqësi dhe e keqe që ka mundësi në këtë botë. Zoti ja mbush zemrën me dashuri për Allahun e Madhëshëm, ja mbush zemrën me dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili është modeli jon, edhe ati i ka vdekë jo një fëmijë, po për këtë fëmijë që ka pas veç vajza, Fatime ka vdekë mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë i ka vdekë përpara. Që është argument se domosht 7 fëmijë ka pas, 6 i kanë vdekë, 2 që gjallë. Vegjël edhe të mëdhej. Edhe ka bërë sabër. E kjo është modeli më i mirë që na e kemi para vetes. E inshallah Allahu va mush zemrën me dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pastaj va kompenzon çdo fatkeqësi, çdo sprovë që ndodh me shumë të mira në këtë botë, e inshallah taala fund u jep xhenetin juve dhe gjithë familjes suaj e bëni bashkë në xhenet inshallah taala. Hoxha, Allah të shpërbleft për këtë përgjigje që ja dham një nënës së mërzitur e cilën e ka shkruar një letër. Inshallah ngushëllohet nga kjo video. Allah inshallah jep sabër dhe gëret dhe ja mbush zemrën me dashninë e Allahut subhanahu wa taala, se kjo është ngushlimi më i madh inshallah taala. Amin. Selam aleikum. Wa alaikum salam.